A mund të jetë ankthi një alarm që të kuptojmë ne se diçka në jetën tonë nuk po shkon? Absolutisht që po, kjo është një pyetje shumë e bukur dhe shumë mirë që e bëre. Absolutisht që po. Ankthi në esencë një arsye shumë e madhe pse krijohet ankthi te njeriu. Edhe besoj të gjithë kemi këtë eksperiencë. Mbase para një provimi, para një takimi. Ajo është tjetër lloj ankthi. Çfarë ankthi shej? Ai është ankth, le të themi fillestar mbi rezultatin. Ke frikë për rezultatin. Është prap iluzion për rezultatin që ti se di fare se do të jetë rezultati. Pra si do të bëj unë, si do të veproj unë. Ajo është mirë që ne të kujdesemi të mos e kemi atë ankth. Do bëhet sa do bëhet, s'ka asnjë rëndësi. Kështu që mirë, po këto ankthet që janë në një fjalë të avancuara dhe ka një kohë të gjatë që ka personi, me siguri ka diçka brenda tij të cilën ai e bën dhe është e kundërt me natyrën e tij. Bën diçka me zor. Aty krijohet ankthi. Aty ankthi është sinjal që po thotë hey plako. Diçka s'po bën si duhet, edhe kjo që po bën nuk është për ty. Shikoni intervistën e plot dhe na bëni subscribe në kanalin ton në YouTube.